Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Infokusit, e pak më shumë për ata që e ndjekin fushën e showbizit. E sot këtu jam bashkë me Ronën, ku kemi komentu pak ngjarjet më të fundit që ka ndodhur në shtëpinë më të famshme në Big Brother VIP Kosova edicioni 4. Ron, përshëndetje, tregom a e ke shikuar Bigën këto 2 ditë, se zakonisht në vikend ka shumë ngjarje. Po Agnes, kohëve të fundit e kom shiku Bigën, bile më thonë që rregullisht, bile 2 ditë e fundit ka pas shumë raste edhe ngjarje kryesore që ka ndodhur, e kemi pa edhe vetë që ka pas shikueshmëri shumë të lartë. Edhe ka pas shumë dinamika, unë mendoj që kur është prajmi për shembull të hënën, banorët shtunë edhe dillën e shfryzojnë qatë shumë me bo dinamika që me ka prajmin, e kur është premtën, kështë e marrin ma me ka dalje këtë pjesë. Po, unë i kom shu kështu disa raste që kemi komentu, e kemi të parën Albën edhe hyrjen e Limit që bëri shumë buj kështu. Për mendimin tem, unë mendoj që hyrja e Limit shkaktoi shumë drama në shtëpi. Edhe unë mendoj që vetë se u prit, pasi Alba prej fillimit Vigut e nisi këtë pjesën me Stiqin për shembull, tu e lanë si një pikpyetje, edhe tu e zgjat këtë pjesën duke vujt për ta, edhe mandej kur erdh Stiqi për një mend shpe, ja nisi atë me fillu drama e vërtet. Alba fillimisht, për mu në fillim ka qenë një lojtare shumë e fortë. Ka fillu lojën e vetë, edhe pse Alba e dim që e kërkon vëmendjen, edhe në funditës e merr vëmendjen që e kërkon. Edhe dim kogja mirë me marrë vëmendjen. E dim lojën, por po mendoj që non-stop menon për lojë. Kohëve të fundit, prej ardhjes Limit, ka fillu një lojë krejtësisht tjetër, edhe për mendimin tim është një lojë që është u zhvillu krejt me skenar, edhe ja ka dobësu në atë lloj forme Albës, edhe po dal në atë pozitën e keqe Alba gjatë kësaj kohe. Kështu që mendoj që se ka prit shumë mirë. Besoj që u duf me jep një anë tjetër, edhe pse u ardh Limi në çët kot loja e saj. E vërtet, unë po mendoj që po përsëritet pak kjo pjesa e firmave, apo mendon edhe ti? Po mundohet që me konë loja prapë njëjtë. Edhe pse prapë s'mund me qenë njëjtë, pasi në firmave këta kinse kanë qenë të lidhur, e këtu po e zhvillojnë këtë lojën si ishte të dashur. Ama e kemi me një anë, Limin ku po thot se unë me Albën jam nda prej firma VIP-it nuk jena bashk, edhe Big Brother po tregon, ne e kemi Albën pra që thot ne kemi qenë jashtë bashk, e kemi lanë si pezull, edhe Alba që theke që u nda kështu live me ta në prime që u kanë ajo pjesa. Nuk po dim kujt me besu, po një pjesë tjetër që po diskutohet është që tash është një trekëndsh i krijuar, pra me 3 vajza, e kemi Limin që Alba e ka një dramë me ta, e kemi Bien që ka qenë bashkë me Limin, edhe ku e kam pranu që jam friends with benefits, edhe e kemi Dolçen ku Limi tash po afrohet me Dolçen, edhe unë mendoj që kjo e fundit ka me qenë me Limin në këtë edicion. Dolçe vetë ka shfrytzu rastin për shkak që kohëve të fundit s'është të bu kur gjë diçka interesante, edhe e shfrytëzoi rastin mirë, e pa që Limi filloi me ato ngacmimet e veta, edhe i tha që të marr vëmendjen vëmendjen e tij, kështu që në tjetrën anë është Alba që peshë krejt ngjarjen, pi bën dramat e veta që ka qef mi bu Alba. Ama unë mendoj që kjo pjesë për një me Albën ka me dobësu në lojë. Edhe pse ka mundësi, do me thonë është si thik me dyteja, ose mundet me dobësu, ose mundet me qitë si viktim, edhe tek populli jonë viktimat ecin. Në kuptimin loja e viktimës gjithmonë ecë, edhe se na jina si populli dhëmshëm që na dhimbë dikush, edhe goxha 1% e madhe e komenteve është që Albës, do me thonë e shohin Albën si viktime edhe kështu ju dhimbsat. Në fillim me panë si viktim, po ngjarjet e fundit kanë fillu pak me ndrumenimin se Alba ka fillu që shumë mu dramatizu, dhe me thonë, në fillim me panë si viktim. Edhe besoj që Alba nëse vetë se kish ditë që kish me pas një gjendje psiqike të keqe gjatë lojës, kur vetë se erdh Limi, ajo ka duft me kërku për medalë jashtë, që mos më bo dire që Alba se kërkën medalë, se Alba si pëlqen vëmendja, Bilun mendoj, Alba me një vit ka hinë 2 formate reality show, edhe me hinë reality show nuk është as pak letë se është masvari është një përballje shumë e madhe emocionale. Ti sa do që don me pas strategji, do të me qenë mirë emocionalisht për mi përball lojtarët edhe. Mendoj që është shumë e fortë në lojë. Edhe bën në skenar shumë mirë. Albën unë e shoh edhe në finale. Njëjtë. Edhe unë e shoh si finaliste. Duke pa këtë pjesë, Alba është e vetmja lojtare që mendon të nkohën për lojën. Po. Ti kia aty banor tjerë që mendojnë për lojën. E kemi sado që për shembull Eliona është edhe ka goxha famë edhe ka fansa. Po të njëjtën kohë ki Albën që mendon non-stop për lojën, edhe mendon me kriju strategji, do me thënë nuk është person i kotë që rënë shpe të marrë parasysh që është për shembull kushtrimi,
Dolce. Ka tjerë. Edhe pse Dolce po ka për të mirë me këto lidhjet edhe po dënë me vazhdu qëndrimin në shpe. Ama unë e shë Dolce nuk e shë si një banore. Pra, edhe nëse vazhdon me shku larg me këtë pjesë, mendoj që o të hup shumë pikë në publik. Sa do që Dolce paraqitet si ajo femra klasi, e bukur, elegante, tu ka merr me limin, po i ul vetës shumë pikë. Për mendimin tam. Nuk besoj që shkon shumë larg Dolce. Ndoshta veç derisa të zhvillon edhe që rastin e fundit me limin, edhe se ka shumë ashtu larg. Një pjesë tjetër, po unë mendoj a din çu shko me ndodh kjo pjesë. Unë mendoj që Albën edhe limin s'ka më bë bashkur për shkak të bijës, se bija kam një bose hire. E kemi këtë pjesën e bijës pra, që në rrjetet sociale është duke dalë një video që bija ka bose hire të Alba. Personalisht mendoj që kjo temë është shumë e ndjeshme me folë dhe pak nuk mund të vim edhe me folë shumë për këtë fushë, me thonë se nuk vina dhe nuk e kena studiu, ama çaq sa po thojnë komentet është se po thojnë se bija i ka bose hire Albës përmes një kukulle që e ka apo buçe quhet, duke e shpu me gjilpër, edhe disa fansa pra publiku që shikon Bigu 24 orë ka ulumtu ma shumë për këtë pjesë dhe kanë hyrë në Google e kanë pa që një grua rumune është me lyp në YouTube ku shkruan Romanian with Black Magic, pra është duke bo ajo gru magjit zez, ashtu njëjtë si e bën bija, po. Domethënë është total gjesti i njëjtë dhe kjo po e bën publikun që pak mu friksu që mundet me qenë e vërtet. Unë mendoj që publiku djen mi lidh shumë mirë në ngjarjet, sa që me kërku qatë vëmendjen që vetë lypin personazhet, amo saj përkat asaj teme, është diçka interesante edhe besoj që ka mu folin prajmë vetë se pa aludojnë videot. Po, edhe unë mendoj që ka mu folin, edhe pse që thash marrët është pak teme ndjashme edhe nuk më nështë edhe me akuzu direkt, për që ata në non-stop e përdorin fjallin që po aludohet, po, ama vlen me cikë që videoja është goxha e njëjtë. Ndoshta bija i tregon vetë se çfarë po don me bo, me çato. Po, edhe komentet fansat ja kanë nis me bo edhe shumë memes me këtë pjesë, ku për shembull Toni një ditë para se me dal, bija ja ka prish tesha Tonit edhe i ka gjujt lëngvishnjën në pjesën në patikat e tij nëse zgaboj, edhe komentet po thonë që për çata ka dal Toni. Pastaj kemi edhe Edin që bija është marrë me Edin. Domethënë kush është shënjestra tjetër e bijës. Domethënë Edi, Toni, tash edhe Alba, po mendoj që me Albën e ka pak më vështirë. Albën besoj që mundet me qit jashtë bija. Sepse loja e bijës është thjesht provokimi. Po provokem. Edhe nuk është që po pëlqejt shumë publik. Nuk e di, lojën e bijës nuk është që edhe kuptoj shumë se nga njerë është shumë, domethënë nuk bën kur gjë. Po nga njerë i bën disa gjeste që komentuan shumë se kjo me Albën. Po se din, ashtan do të spjegohet, në prajmë besoj që vetë se komenton pjesën e vetë se që ka dosht me bo me qatu raste. Sot pritet mu diskutu edhe unë besoj. Një tjetër pjesë që kemi diskutu janë, pra përveç hyrjes së limit i patëm edhe dy motrat, Aurora dhe Suanita. E unë mendoj që kjo hyrja aq që vonë loj, mendoj që është një penalizim, edhe pse nëse din me shfrytzu, kishin mujt me që me thonë, mi ndimun loj, për shumë me hi me njerë me ataku. Me konë ma shumë aktive. Po, ti ditën e parë më që do shme konë aktive. Se nëse si me njëherë, po prap nuk menoj... Ecin ditë edhe ma finali ardhë. Nuk menoj që mënën me kap strategjinë e lojës, se vetë se banorët kanë fillu ato strategjitë e veta, është pak vonë. Edhe tu e ditë, one për veti nuk i kom njoft kur janë hi. Me thonë s'ka pas diçka që edhe njëjtë po menoj edhe audienca që është edhe i shohën vetë. Po, në fakt, kjo Suanita ka të regu që është këngëtare, ka qenë këngëtare, para 6 viteve, po nuk është që e njohim shumë. Po, Big Brother është një mundësi e mirë me rikthy pak famën, por që shecek në fillim, për me hi aq vonë loj, mendoj që duhesh me njerë me ataku edhe me bo një veprim që mo është mend. Po, bjanë sy me njëherë. Po, me krahasu limin me këto dyja, patjetër që është më vështirë se Limi veç e ka pas një histori të qelë. Edhe mendoj që Limi... Historinë e ka kriju ma shumë Alba. Do me thonë të Limit se kur ardhë, po s'ke Limi po ke stiqe. Se vetë se u kriju e për... E kjo hini direkt në loj. Edhe pse tash lidhje me Dolçen që e ka. Po besoj që tash veç i zgjat loja. E vërtet. Një pjesë tjetër që kemi dash me komentu është edhe pse është pak larg finalja, po me... sipas mendimit ton, kush munden me qenë 5 finalistët. Për shembull sipas teje, Rona. Fillimisht mendoj që Lëndrime, Klodi, Eliona,
Alba, edhe mendoj që ka gjasa si finalist i fundit edhe Labi. Më me thonë që Labi në fillim lojën nuk më ka pëlqyer që ka bo, se erdhë me histori, do me thonë nga jeta e jashtme. Jo, ka përdor Po e ka përdor çdo që ka një jashtë, u ardhe ka tregu edhe brenda. Po tash vetë se ka marrë një lojë tjetër ashtu e bua dhe mendoj që mundet me qenë një finalist. E vërtet. Amo për finalist i parë mendoj që është Lëndrimi. Se për shkak të energjisë ti që e ka brenda në shtëpi, edhe besoj që është. Për shumë për këtë pjesën e Labit po du veç mu lidh, Labi mendoj që gabimi vetëm i tij në lojë që e tepron është ofendimet. Për ndryshe Labi është sado që mundet mos mi pëlqy publikut si tep ose si diçka, Labi nganjëherë krijon atmosferë në shtëpi duke ndu, është aktiv, krijon situata, kur ka hyrë Labi realisht e ka ndryshu pak shpinë se shtëpia ka qenë gjumë, edhe kanë harru pak që du të me lujt e sana, po edhe unë për ndryshe finalisti kam Lëndrimin edhe Elionën, Klodin nuk e kam. Se unë mendoj që si treshe që janë, që pequjnë treshi për sheshi, mendoj që të tret me shku në finale nuk ofer. Për banorët e tjerë. Edhe sidomos me këtë lojën që përbën Klodi që është jashtë i lidhun edhe që po afrohet me Benitën, me Elionën. Besoj që qajo pëmban. Qajo pëmban, ama nuk mendoj që ka me qumë finale. Se mendoj që është dojtë shumë keq, edhe unë Klodin loja është shumë skuth. Për menimin tem, pse do të më gjyku dy vajzat për këtë pjesën e Klodit, kur ai vet i bën ato veprime, edhe që është në lidhje, edhe vazhdon me qëndru me Benitën, edhe me Elionën, patjetër që e bojnë edhe për lojën edhe me dalin prime, po ti në fund, çfarë komente po merr në publik? Klodi nuk pëlqet në publik, për menimin tem, pëlqet vetëm me raportin me Lëndrimin. Po, se kur bota ajo dyshja, do me thonë e kanë atë energjinë e njaj që e opinioni tjetërit. Unë ndëgjova që Klodi jashtë ka bo marrëveshje me të dashurën e tij që kë me i boq të gjeste në lojë dhe me të regua ajo do me thonë veç ka qenë një përgatitur që Klodi... Që ka me bu këtë pjesë, po besoj që posë provokimet postërta ka pas me Elionën. Fix. Me Benitën besoj që ka qenë një lloj loje nga dy anët, si Benita si Klodi. Amo tek Eliona u kon diçka që... Eliona filloi edhe pak ndjenja me pasë për ndryshe, nuk mundesh me çoj qatë shumë për një djalë që nuk ju lidh kur gjo bashk, përveç shok, po kuptohet, ama mendoj që Eliona... E ka marrë pak ma seriozisht edhe dul pak ma e keqe në publik, kur e kuptun që ka pas një lidhje jashtë. Ama unë mendoj që në këtë rast do të më gjyku njëjtë, Eliona me Benitën. Sepse dyjat përbojnë njëjtë. Po mas shumë se këto dyja do të më gjyku Klodi se... Për shkak se s'ka tregu kur gjë, këtu nuk kanë ditë që... Jo, ka tregu, kjo edhe në klip prezentu se kishtë tregu, po nuk e ka bo qashtë madhe ti kur jenë lidhje, për shembull, e kemi, kush është në lidhje tjetër aty, për shembull, kemi Labin që e përshëndit grune vetë, ka dhe banor tjerë, Klodi ka bo ma shumë gjeste si me qenë single, për mendimin tim. I ka pas gjestet, po me fillim. Po, kur jemi tek Alba, mendoj që edhe Alba është finaliste e meritume, edhe pse jemi shumë herët për me folë për finale, po mendoj që e meriton me qenë pjesë e finaliste dhe Lëndrimi, edhe pse mendoj që Lëndrimi do të hala me lujt. Mendoj që Lëndrimi hala do të me lujt se është hala në këtë comfort zonën me Treshën, veç me Klodin, me Elionën. Pak ka dalë për Klodit, ka fillu me... Pak, hala... Në rashte, amo... Pak s'janë ajo dysha që kanë qenë në fillim se kanë pa që loja ashtu shu edhe t'u forcu, edhe se cili ka qaf me konë fitus për vete. Kështu që kanë vendos pak lojen nuk peshqynit njëjtën vend, po me Elionën Lëndrimi prape ka raporte njëjtë. Po. Si në fillim. Edhe mundohë shumë raste, po. Diri tash është raporti ma i sinqert, a mundemi me thonë, i Lëndrimit me Elionën? Kështu si shoqënor edhe që... Besoj ka pjesa e Lëndrimit për Elionën shumë e sinqert. Mendoj që edhe ka Eliona, edhe pse çdo kohë e fundit që e ka tregu, që me Klodin, do me thonë, edhe që ka ndodhi, me Lëndrimin e ka një raport edhe shoqënor, që mendoj që kam zgjat edhe jashtë. Po për pjesën e Elionës në finale, ç'është shati? Eliona mendoj që në finale është, edhe kryesorja ka me konë që është veç për shkak të butësisë saj, sinqeritetit, është pak ma ndryshe banor tjerë. E kemi një farë kontrasti, me thonë, e kemi Albën, edhe bijën e Dolçën që lidhët dy herë, për shembull, edhe me Edin edhe me Limin tash, veç me shku në finale, edhe e kemi Elionën që krijon pak drama me Klodin, po e run atë qetësinë, ka argumente deri dikon, edhe pse mendoj që situata në përgjithësi ja krijojnë, po kjo mandej din me përdor. Nuk është që kjo e krijon një situatë vetë deri prej fillimit. E do të thonë situata ti vjen vishën se ofendon dikush. Po edhe tani. Për shembull Labi ka dhënë shumë situata.
mendoj Elionës? Ja ka hap dyrt për me fol diçka Eliona, edhe me dalë e mirë në publik. Fiks, e çta mendoj që ka ditë me përdor edhe hallalli koft. Edhe mendoj që audienca dojnë edhe pak kështu ma qetësi, se dojnë veç Alba që është pak ma e zhërmshme, pak ma aktive, ka njëherë e dojnë edhe Eliona që është pak ma e butë. Atë në fol, vetë audienca është ndryshme. Do me thonë shikus të ndryshëm, pa anojnë të dikush të një personazh, dikush të një tjetër. Dikush i duket Eliona qa që qetë, sa që nuk e meriton me qenë loja, ndë dikush e vlerëson që qetësin. Amon po menoj që Eliona ka jashtë. Që është një farë miksi. Eliona ka shumë vonca jashtë, edhe pse shumë thonë që i ka si mix, ka edhe shumë, do me 13 vjeçar, që i pëlqen, së është edhe e bukur edhe ju pëlqen këtë pjesën kështu, po ka edhe tritun, që e dojnë për atë respektin që e ka dhe për atë butësin që e the edhe ti. Këto ishin krejt qka patëm na me komentu, tash sot është edhe Prime Ron, a kime këshyrë? Kësmet, që të qysh. Sot është edhe Prime edhe mundim me pas se apo komentohen tërë këto gjëra edhe të shohim se çfarë dinamika të reja do të vinë nesër në Prime. Kaq kishim nga ne.